Historia shënoi disa tentime për ta sulmuar varrin e pejgamberit alayhis salam. Për këtyre tentimeve, veçojmë tentimin për ta vjedhur trupin e pejgamberit alayhis salam në vitin 557 Hijr dhe më 1513, si dhe përpjekjet për ta shkatërruar ose zbuluar varrin e pejgamberit alayhis salam, sikurse që përpjekja e Rinodit në vitin 578 Hijr. Gjithashtu, edhe Hijazi ishte kërcënuar 2 herë për pushtimin e 2 xhamive të shenjta nga portugesët në mesviteve 1510-1513 dhe 1517-1520. Përpjekja e cila ndodhi në vitin 1513 për vjedhjen e trupit pejgamberit alayhis salam ishte operacioni më i madh, i cili dështoi nga një mrekulli hynore. Ajo që të bën të çuditesh, madje edhe ta ulësh kokën nga turpi, është se muslimanët nuk e regjistruan këtë përpjekje dhe dështimin e saj në historinë e tyre. Këtë përpjekje dhe dështimin e saj e regjistruan vetë portugezët, të cilët edhe organizuan. Ajo ishte argument dhe dëshmi kundër tyre, madje ajo që është më e mira, se këtë e vërtetuan vetë armiqt. Ne në vijim do të shkëpusim disa momente të rëndësishme gjatë këtij operacioni. Komandanti famkeq, Afonso de Albuquerque, pasi kishte okupuar bregdetin perëndimor të Indisë, kishte vendosur të ndërmerte një sulm ofensiv në tokën e Hijazit në përgjithësi e në Medinën e ndritshme në veçanti, apo e thënë edhe më qartë në varrin e pejgamberit alayhis salam, që të nxirrte trupin e tij të pastër, ta merrte e pastaj t'ia kushtëzonte qeverisë metalikëve, të cilët sundonin Egjiptin, Shamin dhe Hijazin, kthimin e trupit e pejgamberit alayhis salam me 2 kushte. 1. Që kishen në Beitul Lam, qytetin në Palestinë, t'ua jap atyre dhe ata ta kenë në pronë dhe ta udhëheqin. 2. T'ia lejoj atij që të sjellë 1 milion europian vullnetar në Sudan. E qëllimi i tij ishte i fshehur dhe dinak, sepse ai synonte ndërrimin e rrjedhës së lumit Nil, që të derdhet në detin e Kuq, e kështu Egjipti do të vdiste nga uria dhe etja dhe do të dobësohej fuqia e tij ushtarake, politike dhe fetare. Dhe kështu i hapën derën Evropës, që ta luftoj botën islame, me që Egjipti ishte një pengesë e madhe para tyre. Ndërsa për sa i përket strategjisë për ndërmarrjen e këtij sulmi të fëlliqt, përmbledhet në atë që të realizohet mbi zotërim ushtarak në qytetin Jembe. Ky është limani detar më i afërt me Medinën e ndritshme. Dëshmitarët okular thonë se njeriu nga kulmi i shtëpisë së tij në Jembe ka mundësi të shohë pjesët e larta të minareve të xhamisë së pejgamberit alayhis salam, e në të njëjtën natë të organizohet një grup prej 400 kalorësh të veshur me rroba hekuri në udhëheqjen e Albuquerqueit, të cilët me një sulm të fshehtë dhe të shpejtë në Medinën e ndritshme, ku do të arrijnë natën, do të hyjnë në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, ku në atë kohë ata që falen janë pak. Pastaj hapin varrin, nxjerrin trupin e pastër, e marrin me vete në anijen luftarake me të cilën do ta sulmojnë qytetin Jembe, e pastaj fillojnë ndërrimin e trupit të pejgamberit alayhis salam me gjërat që i cekën më parë për të realizuar qëllimet e tyre të dobta. Kjo ishte skema e ndërmarrjes së ekspeditës në formë të përgjithshme. Ndërsa në vijim do të shkoqisim detajet. 1. Më 7 shkurt 1513, Afonso de Albuquerque u nis prej Indisë në krye të një ekspedite detare të përbërë prej 20 anijeve luftarake nën komandën e 20 kapitenëve. Në radhët e tyre numëronin 1700 ushtar portugez dhe 850 ushtar indian. Kur arritën anijet luftarake në Saktara, ujdhese në detin e Indisë, banorët e saj të Krishteri furnizuan me ujë dhe ushqim. E pastaj u drejtuan ka Adeni, Yemen, që ta pushtojnë atë, në mënyrë që baza e ardhshme ushtarake të jetë në gjendje për ndërmarrje të operacioneve të ardhshme. 2. Dështoi operacioni për pushtimin e Adenit dhe forcat portugale humbën një numër të madh të ushtarëve, ndërsa anijet luftarake u kthen prapë në Saktara, që ta riradhisë ushtrinë si dhe të kërkoi forca shtesë nga India. Ky është dështimi i parë në operacionet ushtarake. 3. Anijet e mëdha luftarake u nisën në drejtim të detit Kuq, pasi që u forcuan e pastaj dogjën portin limanin detar të Yemenit, Babul Mandeb, me që në atë botë atje nuk ishte ndonjë forcë detare që do t'ju kundërvihej. Forcat e veta i zbarkojnë në një ujitse të vogël përballë tokës së Yemenit. Aty gjeti 4 anija beshie etiopiase, tregtare dhe gjeti një numër pasagjerësh etiopias, të cilëve urdhëroi të priten veshët dhe hundët, e pastaj ashtu të plagosur i zbriti në tokë. Pastaj u drejtua në të majt, në drejtim të ujdhesës Kameran, e cila ishte afër tokës së Yemenit që ta ndërmerrnin operacionin ushtarak. Muslimanët u njoftuan për këtë agresor Portugal se kishte arritur në detin e Kuq.
Ndaj të buan ushtrinë e tyre në Bregdetin përballë anijeve ushtarake. Me që muslimanët nuk dinin në realitetin e kësaj lufte, përveç se atë formale, dërguan një lajmëtar në Mekë që të merrte forcat e nevojshme për të ruajtur qytetin e Xhides, e pastaj udhëheqësit të Misirit e Egjiptit, sultanit Kansut el Gabri, t'ia dërgojnë një shkresë për ta informuar për rastin. 4. Në ditën e paraparë të lëvizjeve për sulm, në fillim të muajit korrik, anijet luftarake ngritën velat e tyre. Ushtria u armatos me shpatat e tyre, ndërsa topat u përgatitën të gjuajnë. Aldukuerit i erdhi vërejtja qiellore se anija e tij është bllokuar në dhera dhe nuk ka lëvizur. Ky është dështimi i dytë. 5. Aldukueri vendosi të vazhdonte këtë operacion me anijet e mbetura, por ende pa i lëshuar udhëheqësin Kemeran, ndodhi mrekullia tjetër hyjnore në formë të erës së furishme, e cila frynte nga Hijazi. Kjo erë shqeu velat e anijeve. Pastaj nga fuqia e madhe e saj ndesheshin anijet njëra me tjetrën, kështu që nuk patën rrugdalje tjetër, përveç se të kthehen prapë në ujtëse. Aldukueri nuk e pengoi kjo erë që të organizonte një ekspeditë menjëhershme, por të nesërmen skenari tragjik u përsërit prapë. Era frynte sikurse ditën e parë, e kështu ngjau gjatë tërë korrikut. Ky është dështimi i tretë, i cili u përsërit disa herë. 6. Në natën e fundit të muajit korrik, derisa Aldukueri ishte mbledhur me kapitenët e tij për të shqyrtuar mënyrën e kryerjes së operacionit në ditën e nesërme, pa në qiell, ai dhe kapitenët e tij, një shkëndij prushi, zjarri dhe flak, e cila pavonuar shumë, u bë një pjesë e madhe flake. Filloi të lëvizte në qiell. Pastaj u ndal mbi anijet portugeze. Pastaj lëvizi në drejtim të Habeshit, Etiopisë, dhe u fsheh atje. Kjo ishte vërejtja e fundit. Këtu u bindën Aldukueri, kapitenët dhe ushtria e tij, se ata janë duke luftuar Allahun dhe se qëllimet e tyre janë kundër Allahut. Andaj, Allahu asolli këtë vërejtje, se ai do t'i djeg nëse ngulin këmbë në kufër pa besim. Aldukuerit nuk i mbeti tjetër, përveç se t'i nënshtrohet vullnetit Allahut, kështu që nxori urdhra për t'u kthyer në Indi, duke tërhequr pas vetes humbjet dhe dështimet. Këto mrekulli, askush prej muslimanëve nuk e regjistroi në librat e tyre, por kjo është marrë nga raportet portugeze për luftën e tyre, faqe 378-379. Më vonë kjo mrekulli është përmendur edhe në 2 libra anglez.